Shqiptari 30 vjeçari përfshirë në trafikimin e 475 kg kokainë drejt Hollandës. Aldo I, një 30 vjeçar shqiptar i dënuar më parë me pak më shumë se 3 vjet burg për një incident me armë zjarri në fund të vitit 2020 në Luksemburg, tani dyshohet të jetë një figurë kyçe në grupin kriminal shqiptar që merret me trafikimin e kokainës drejt Hollandës, raportojnë mediat holandeze. Hetimi I koordinuar nga zyrat për luftën kundër drogës në Belgjik, policia holandeze dhe autoritetet të tjera ligjpatuese përfshin element më të kaluar kriminale të dhunës. Sasia e kokainës që dyshohet të jetë trafikuar është 475 kg dhe ishte destinuar për portin Visvillgen në Holland. 24 nëntor 2000 Aldo I hapi zjarr në një bar shisha në Remy në juglindjen e Luksemburgit duke plagosur rënd një bashkëdhetar të tij në këmbën e majt. Pas këtij incidenti, autoritetet luksemburgase e vunë atë në listën e kriminalëve më të kërkuar në Evropë. Aldo I u arrestuan nga autoritetet luksemburgeze në Bruxelles në vitin 2021. Hetimet e fundit identifikojnë Aldo I si një lojtar të rëndësishëm brenda rrjetit shqiptar trafikut të drogës në të sasive të mëdha të kokainës drejt Hollandës.